Thoshte Shënpiu nga Pietrelcina këto fjalë në lidhje me Eukaristin. Sikur njerëzit do ta kuptonin vlerën e meshës së shenjtë, do të duhej policia për të mbajtur rendin në kish. Kaq shumë njerëz do të vinin. E një tjetër shenjtë, këtë rall një pap, Shënpiu i 10, thoshte këto fjalë lidhje me kungimin shenjtë. Nëse engjëjt do të mund të kishin zili, do të na kishin zili kungimin shenjtë. Prandaj ne i falenderojmë Zotin për këtë kremtë të sotme të korpit e gjakut të Krishtit, në cilën edhe një herë jemi të ftuar të ndalemi në soditje e në falënderim përballë misterit kaq të madh të pranisë së Krishtit në sakramentin e Eukaristisë. E shpirti ynë është i ftuar të lartësohet drejt logjikës së hyjit, logjike e cila ka si bazë dashurinë për vujtrinë. Edhe pse logjika jo njerëzore ka të vështirë ta pranojë një fakt të tillë, sepse nga ana filozofike është e pamundur të mendohet se diçka mund ta ndryshojë thelbin e saj, pa ndryshuar formën e vet. Por përballë sakramentit të Eukaristisë, arsyeja njerëzore është e ftuar të bëjë një gjest përvujtrie, t'i hapet me dashuri pranisë së Zotit, vullnetit të Zotit për të ardhur në ne në forma kaq të thjeshta e të përvujta. Kujdes, të përulet është tipike e arsyes njerëzore, të zërbes është tipike e saj. Ta zëm se takojmë në rrugë një njeri që e pyesim sa është ora, e ai na përgjigjet për shembull 10:30. Normalisht, nëse e dim se ai na do të mirën, nuk mund të themi prit ta shoh vet orën tënde. Jo, por i zëm bes. Kështu është strukturuar në fakt krejt jeta jon, në mirëbesime të tilla, të vogla, por që na mbajnë jetën. E kështu edhe në këtë rast, në Eukaristi duhet i zëm bes i Jezusit. Këtë e thonin edhe etrit e kisht, nuk po e them unë i pari, ti zëm bes i Jezusit. Por e bukur është se duke i zënë besë Jezusit e duke ju hapur pranisë së tij të përvujt e madhështore në Eukaristi, mësojmë edhe ne të ruajmë vetveten në mendje në zemër, gatishmërinë për të dhuruar vetveten, sikurse Jezusi e dhuron vetveten në kungimin shenjtë. Me të drejtë padrepia që e cituam, kur ndokush ngurronte përballë pranisë së Krishtit në Eukaristi, u thoshte: "Bëhuni edhe ju bukë për të tjerë, atëherë do ta kuptoni Jezusin në Eukaristi." Pra që është bërë bukë, është bërë ushqim për ne. Në leximin e parë, është një detaj interesant se si një farë Melkizedeku, prifti i hyjit të jetë lartë, takon Abrahamin dhe i dhuron atij bukë dhe verë. Teksti është shumë më i thellë dhe nuk kemi kohë këtu ta komentojmë, sepse përpiqet të argumentojë madhështinë e priftërisë së Krishtit që i përngjan priftërisë së Melkizedekut, e që është më e madhe pra se priftëria e Beslidhes së vjetër. Por këtu na intereson ai detaj që cekëm, se Melkizedeku i dhuron Abrahamit bukë dhe verë. Tradita krishtere do t'i shihte këto si element profecie për të paralajmëruar bukurinë e pranisë së Krishtit dhe bukë dhe në verë në momentin kur do të shuguroheshin. E prandaj bukën dhe verën Jezusi i merr për t'i shndruar në trupin e nggjakun e tij. Dy element krejt të thjeshtë. Buka shenjë jetës për besjen e vjetër, e vera shenjë gëzimit. Për të na treguar se prania e tij me trup e me gjak është për ne jetë dhe gëzim. E për meshën e shenjtë, për mënyrën se si ndodhi ajo Eukaristi e parë, na flet leximi i dytë. Është interesant se si është i vetmi tekst i Beslidhes vjetër jashtë ngjeve që na flet për Eukaristin, ku Jezusi pra merr bukën dhe thot ky është trupi im, e merr verën e thot ky është gjaku im. Gjallë kureshte se si pjesa e ungjillit të sotëm nuk flet drejt për drejt për Eukaristin, por flet për një mrekulli shumë të njohur të Jezusit, që është shumëzimi i mrekullueshëm i 5 bukëve dhe i 2 peshqve. E me to Jezusi ushqen rreth 5.000 burra, pa llogaritur gratë e fëmijë. Një mrekulli patjetër që bëri buj edhe për shkak të dëshmitarëve të shumë që pati, por edhe për faktin se në kujtesën e apostujve kjo edhe pas shumë vitesh do të mbahej mend deri në detaje më të imta, e të gjithë ungjilltarët e tregojnë pothuajse njësoj. Pse ishte kaq e dashur për të krishterët e parë kjo mrekulli? Sepse nga njëra anë, duke ushqyer Jezusi me bukë në shkreti gjithë atë popull, kujtonte se si hyi ushqente në shkreti popullin e Izraelit gjatë ecjes së tij drejt tokës së premtuar. Por kjo mrekulli do të ishte edhe një episod shumë i bukur në jetën publike të Krishtit për të kuptuar Eukaristinë shenjtë që pastaj Jezusi do ta themelonte një natë para se të psonte mundimet. Eukaristia tashmë e ajo ato bukë të shumëzuara në shkreti, e as mana e dikurshme e Izraelit, por tham Eukaristia do të ishte tashmë ushqimi i Izraelit të ri, i kishës në ecjen e tij drejt tokës së premtuar që është lumturia e parajsës. Jezusi bëhet si shujta, si ushqimi për besimtarin, duke u ofruar ta takojë besimtarin jo vetëm shpirtërisht, por edhe fizikisht.
Ne nuk jemi engjëj që na mjafton të takojmë me Zotin në shpirt, e aty jemi të lumtur. Jo, jemi edhe materie, jemi trup e shpirt dhe kemi nevojë të takojmë Zotin edhe fizikisht, po edhe shpirtërisht. Gabojnë ata të krishterë, prandaj kur thonë se me mjafton ta kem Zotin në zemër, nuk shkojnë mesh për të marrë kungimin e shenjtë. Gabojnë shumë, sepse duhet ta marrim edhe fizikisht praninë e Zotit. E ta kemi devocion Eukaristin shenjtë, ta duam Eukaristin shenjtë. Na vi keq kur nuk mund ta marrim për shkak të ndonjë mëkati që mund të kemi e të shkojmë të rrfehemi ta marrim Eukaristin shenjtë, sepse Jezusi dëshiron të na shoqërojë në ecjen tonë drejt lumturisë së parajsës. Është i vetmi që mund të na shoqërojë, të na shenjtrojë. Thoshte me të drejtë Papa i Shenjtë që cituam më sipër, Shën Piu X, devocioni në Eukaristisë është ma fisniku sepse ka si objekt hyn, është më i shëndetshëm sepse na jep autorin e hirit, e është më i ëmbël sepse i ëmbël është Zoti. Thotë edhe një urat shumë e bukur e kishës në Shqipëri, pa aty Zot sa e rënë është jeta. Pa Zotin në Eukaristi, sepse pikërisht është këngë që këndohet gjatë kungimit shenjtë e i referohet hostes shenjtë. Pa aty Zot pra sa e rënë është jeta. Në jetën e shenjtës Skjar tregohet një fakt i mrekullueshëm, shumë i bukur e shumë drejtues në këtë kontekst. Thuhet se disa ushtarë saraqen sulmuan kuvendin ku ajo gjendej me motrat e saj, e ajo dërgjej në shtratin e saj e smur, por ashtu me shumë mundim u ngrit duke e ndihmuar ato dy motrat që e marrin për krahas, mori ostensorin me Eukaristin brenda dhe doli në derë e ju drejtua Jezusit me këto fjalë: O Zot, ruaj ti këto shërbëtorët tuajat, sepse unë nuk mund t'i ruaj më. E ato dy motrat që e marrin për krah dëgjuan një zën shumë të ëmbël, një fëmijët që po dilte pra nga ostensori dhe tha: do t'i mbroj unë gjithmonë. Askush nuk kuptoi se pse, por fakti është se saraqent me njëherë u kthyn mbrapsht si trembur, e jamathën, pa guxuar t'i afroheshin më atij manastiri. Shënkiara i mori atë dy motra pastaj në mbrëmje dhe i detyroi që të betoheshin se sa t'ishte ajo gjallë nuk do t'ia tregonin askujt atë episod, e ato ashtu bën. Pra se si Zoti i lejon disa episode të mrekullueshme në jetën e disa shenjtërve për ta mësuar gjithëve se prania e tij është për të na dhënë forcat e reja në shenjtrimin tonë, në ecjen tonë drejt lumturisë së parajsës, por edhe për të na mbrojtur nga i keqi, për të na mbrojtur nga sulmet e djallit. Nuk vjen kot Krishti tek ne, vjen për të na ndihmuar në shenjtrimin tonë. Prandaj me të drejtë Shenjtja Tereze Avils mësonte këto fjalë me të cilat po e mbyllim edhe meditimin tonë. Ti afrohemi të shenjtrueshmit sakrament me shpirt të madh feje e dashurie, dhe besoj se një kungim i vetëm do të mjaftonte të na bënte të pasur. E ç'të themi pastaj për shumë kungime, nganjëherë duket sikur i afrohemi Zotit vetëm sa për ritual. Ja përse nxjerrim kaq pak fryte prej tij. O botë e mirë, që e bën të verbër atë që shikon ka ti, për të mos i lejuar të kundroj thesaret që mund t'i kishte në hyjin.